Jo, më kanë mësuar që t'jap respekt. Dhe unë e kam thënë. E kam dhe e kam veçanërisht për ato që më kanë rritur dhe kam mësuar që t'jap respekt. Ti nuk do vazhdoje shohën me Kesin. Respekt Nëse do kishe pak respekt, nuk do vazhdoje të punë me Kesin. Sepse ti ajo që dole dhe the më ofendoj dhe i bërtit ama unë që unë shkoj mirë me Kesin dhe ti e ke ofenduar atë vajzë, ti më fal Stelina, patjetër. S'dua të ashtu. Mos më fol sipër. O flasin sipër. S'dua të prek. Ta mbaroj deri në fund. Që Kesin e keni bë gogol. Po zemra nuk e ka bëj njëri gogol. Ç'është ashtu. Unë kam pas një ndarje shumë të keqe me Kam pas një ndarje shumë të keqe me atë djalin. Dhe nëse kishte një person i pari që unë nuk duhet t'i dorën ishte Kesi. Por unë ja dash. Pastaj vjen kjo goca. Po mirë, por para se të vi kjo goca, kishte një mori ngjarje që ndodhen këtu. Dhe moria e ngjarjeve ndodhi sepse ti ja dhe shansin Kesit që takoni aty për darkën. Në qoftë se ti nuk ishe ardhur këtu vetëm për veten, po patjetër se darkën ta organizuam ne, ti do minë Marius do thoshe që e di si është puna, unë nuk dua fare, unë kam ardhur këtu për Stelinën dhe qëndroj e fort. Unë kam respekt për veten. Ti erdhe jo për Stelinën, ti ke ardhur për Kesin. Dhe prezantimin e ke bërë gjithmonë ajo goca. Kjo është ajo goca. Që unë kam dyshimet e mia te kjo goca po ashtu që mos dukemi sikur po themi që s'kam. Por momentin që ti e sjell dhe pjesa tjetër domethënë bën namin, është too much. Zemër, një sekondë. Më fal. Po ta thash dhe dje do ta ripyes përsëri. Çfarë fitoi Selin që nuk donte të flinte më mirë? Çfarë fitoi Berkena që nuk donte të vinte akvarium? Po. Çfarë fitoi? Më jep një përgjigje. Të paktën fitoi fytyrën e saj me motor që bëri ballë dhe doli. Erdhi dhe i dha dorën unë sqaroi ikun po. Ju do mboni reprizal mua nëse unë nuk do e pranoj këtë gjë. Jo, absolutisht jo. Do kishe më shumë respekt për veten, ti ajo që thua. Absolutisht. Unë jam Stelina, kam marrë për Stelinën. Jo Stelina dhe Kesi. Në të dyja rastet ju do kishit bërë të njëjtën gjë. Si mos ta prisja dhe si ta prisja, të njëjtën gjë do bëni. Të njëjtën gjë do bëni, kjo është sigurt. Jo, absolutisht. Po, të njëjtën gjë do bëni. Të paktën tregojmë shumë karakter. Nuk e do thoni nuk e prisë se ti nuk e ndosh të brenda, nuk je e çort për ta përballuar këtë gjë. Nuk jam pashëndrueshme në zemër. Unë të njëjtën gjë, të njëjtën gjë që kam filluar që kam thënë që nga fillimi. Është tjetër gjë. Ti e di që shkoj mirë me Kesin kur vjen puna, kur Kesi ka gabim, jam unë e parë që do të drejtosh vëmendje. Dhe sidomos kur ti thua ai më ofendon. Mbaj që drejtim tak. Dhe i thash, "O vlla, a je normal? O vlla, ti je ndet me të na jep neve vëmendje, a je normal?" Po pra, vëmendje duhet ta ketë ty, por ana tjetër me ti, ja lë të hapur gjithmonë derën. Jo, nuk ja lëm. Nuk ja lëm, se unë me atë nuk jam përshëndetur më. Që nga momenti që kam parë atë klipin, unë nuk jam përshëndetur më me Kesin. E kuptoj. Dhe shumë mirë aman. Atëherë mbaj shëtrimin tënd, që na kohë